që ka fuqi, këtë rast, fuqia është në administratë. Pra, derisa nuk e takojmë administratën është problematike. Dhe më ka bo përshtypje mesazhi që ka thënë Grenell. Unë di që këta e kanë problem Grenell kur e përmend dikush, por ka qenë mesazh publik. Të gjithë vendet e Ballkanit i ka ftu në një tryezë që kanë bisedua, kanë pi kafe, por delegacioni i Kosovës nuk është ftu, e para. Dhe e dyta, nuk është praktik në asnjë vend të botës që të shkojnë për të njëjtin qëllim 3 titullarë të shtetit. Më thonë presidenti, kryeministri dhe ministri jashtë. Këtë rast, presidenti në qoftë se shkon duhet jetë i shoqëruar me ministrin e jashtëm. Edhe kryeministri duhet jetë i shoqëruar me ministrin e jashtëm, edhe New York, edhe në Washington e kemi ambasadorët tonë, të cilët i shoqërojnë dhe ju hapin mundësi për takime, dhe me siguri që ata kanë bërë punën e tyne për të organizu këto takimet që i kanë bërë atje. Unë mendoj që sa e përket shkuarjes tani në Asamblenë e Kombeve Bashkuara, është një diçka që janë të ftuar nga organizata e Kombeve të Bashkuara, nuk janë të ftuar nga Washingtoni. Sepse në fakt nga disa eksponentë të lëvizjes vetëvendosje është parë si një lëvizje pozitive një gjë e tillë. Shiko, partitë ose edhe lëvizja vetëvendosje, si të gjithë tjerët që kanë dëshirë me bo propagandë, bëjnë propagandën e vetë. Por e vërteta është kjo që po e them. Ata unë uroj që vërtet të atakojnë administratën e Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Por uroj që të mësohemi njëherë e përgjithmonë që shteti përfaqësohet si që përfaqësojnë edhe tjerë. Nuk mujnë me shku, po më duket të është dashur me marrë edhe kryetarët e partive politike se kanë edhe ata diçka me i thonë dikuj atje. Na kemi praktiku shumë herë, delegacionet e Kosovës kanë hi në ndërtesën e OKB-s edhe kur s'kanë pas drejt, sepse kemi pas mekanizma dhe lidhje, edhe këta i kanë shfrytzuar të njëjtat lidhje, me hy për derën e mrapme, si të thojnë, dhe në margjinat e salës dhe të ndërtesës, me u taku me delegacione, me të vendeve të Besoni se lidhjet të tilla nuk kanë krerët aktual? Si? Besoni se lidhjet të tilla, që po thoni, nuk i kanë krerët aktual? Shiko, ato janë të mundshme dhe janë domosdoshme kur ke mundësi. Sepse kur s'ke mundësi me u fut, ose me u pranu nga administrata, ti duhesh me gjetë diken një lidhje që nështat nimon me u fut të administrata. është praktik. Për shemë, për marë, Arafatin një herë kur ka shku në OKB, ka shku në një me milë. Dhe kur është fut në ndërtesën e OKB-s, s'kan mujt me largu për aty. Ka majtë fjallën e veti, ka taku ata që ka desht, edhe pas taj bëni që ka doni me mu, ka qenë e po. Futraliti është parë pra dhe në media dhe në njoftime nga presidenca se Osman